Unë nuk besoj që kjo mund të ndikojë, si them unë, për të paraluar ndonjë gjë që mos për këto moshat e reja, po duke patur parasysh gjatë nxehtësinë që kemi ne si Ballkanas, ti e di, sherrri ndodh aty për aty. Dhe kur plas sherrri aty nuk e ka mendë njerëj kush kamera. Ja, harron kamera, fakt edhe shpesh ndodh kjo, vërtet është. Aty se ka më mendë njerëj kush kamera. Pra, aty kur mbarojnë punë kujtohen, ose kushtojnë veten te jeta tek këto për ta jeta e shef, e kupton. Gjithsesi, që ta mbyll për këtë histori, unë më tepër e shoh si një rast abuzimi, thashë si shumë e madhe. Ti mendon që aspekti financiar i bën dëm se sa më shumë vendosje këtyre, domethënë në një farë mënyrë doja mendimin e tënë, je pro apo kundra vendosjes këtyre kamerave? Unë jam kundër atij sistemi, sepse ai sistem, po them edhe një herë, nuk është sistem që na vjen në një vend demokratik. Së dyti, është një sistem që ka shumë të rëndësishme kush e përdor. Ne pam se na ndodhi me të dhënat. Të dhënat dorën në pazar. Ç'a bëm ne aty? Na mori vesh gjithë dynjaja edhe çfarë smundje kemi. Kush vuan nga maja sëlli, kush vuan nga prostata, në dorën shesh. Pra, ne nuk jemi ende gati për ta bërë këtë gjë. Nuk e bëjmë dot, pra, ne s'kemi infrastrukturën e duhur. Së dyti, pse duhet shkojmë ne në këto lloj nivele dhe pse të marrim modelin atje? Do të marrësh një model, po shko në Londër, merr modelin anglez. Ke italianin, ke modelin italian. Po mirë italiani se me kooperojmë, italianët na kanë fotografuar, tu i dim gjitha, po. Ata i kanë me aeroplan kanë fotografu, po ideja merr modelin italian të survejimit, të kamerat të sigurisë. Po, puna është me italianët që ta filmojnë se na japin gjë, i mbajnë për vete. Se po na japin shef në raporte. Kështu që ata do na kursejnë gjë. Por unë e shoh këtë problem, dhe tjetra është abuzimi i përdorimit me to, duke patur historikun dhe eksperiencën se çka ka ndodhur në Shqipëri, e mungesës përgjegjësisë nga administrata, nga policia. Ato mund të kthehen fare, shikoj si e përdori prokurori në rastin e Durrësit. E gjeti që ajo drejtoresha e postës kishte hyrë 335 në kazino. Ja si to kamerat me Smart City nuk ka nevojë ta kërkosh ti. Ti vetëm i jep të dhënën e parë dhe ajo ta nxjerr të gjithë historikun. Çdo lëvizje, or sa herë ke vajte dyqani bukës, sa herë shkon te berberi, në ç'orar shkon, pra të nxjerr të gjithë rutinën që ti ke. Ajo është sistemi, është Big Brother. Pra, duam, ne, se s'po vinte termi, qeveria ose më saktë ky kryeminist, inshallah nuk shkon gjatë, na ka vendosur tani në Big Brother, na ka vendosur dhe kamerat, pasi na mori të dhënat me patronazhisët, po na merr dhe kamerat, dhe ai e di fare mirë ku e pi kafe, me ke pi kafe, ku lun domino, sa herë bie do pe 6, ai ke bërë ata pleqë lozë porcelan.